Hakmarrja e frikshme e regjimit iranian si po kërcënohen me jetë mjekët që kujdesen për protestuesit e plagosur. Autoritetet iraniane po përballen me akuza të rënda nga organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit dhe për ndjekjen dhe ndëshkimin e mjekëve dhe punonjësve shëndetësor që ndihmuan mijëra protestues plagosur gjatë shtypjes së dhunshme të protestave antiregjim në vend. Të paktën një kirurg rrezigon dënimin me vdekje sipas grupeve të drejtave të njerëzit. Arrestimet dhe kërcënimet me ekzekutim janë pjesë e një fushate të qëllimshme hakmarrje ndaj personelit mjekësor i cili refuzoi të injoronte gjendjen e protestuesve të plagosur rënd, shumë prej të cilëve u qelluan me armëzjarje ose u therrën nga afër. Në disa raste mjekët ngritën edhe qendra të improvisuara trajtimit. Një nga rastet më të rënda është ai një kirurgu iranian, Ali Reza Golçini, 52 vjeç nga qyteti Qazvin. Ai është akuzuar për moharebeh, luftë kundër Zotit, një vepër që në Iran dënohet me vdekje sipas organizatës Hengau me seli në Norvegji. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë thirrje për lirimin e tij, duke folur për gazetën The Guardian, kushërira e tij, Nima Golçini, e cila jeton në Kanada, tha se kirurgu u arrestua me dhunë në 10 janar nga shtëpia e tij përpara gruas dhe djalit 11 vjeçar. Ai u rraq rënd gjatë arrestimit sa ju thye krahu dhe brinjët. Familja jon është e tmerruar, tha ajo. Sipas familjarëve, pak ditë para arrestimit, Golçini kishte publikuar në rrjetet sociale numrin e tij të telefonit duke u kërkuar protestuesve të plagosur ta kontaktonin për ndihmë mjekësore. Ai kishte trajtuar më parë protestues edhe gjatë demonstratave Gruaja, Jeta, Liria në vitin 2022. Autoritetet iraniane nuk kanë komentuar publikisht mbi arrestimin e Golçinit dhe as nuk kanë konfirmuar akuzat ndaj tij.